Tashmë minutat po mbarojnë. Duhet gjojt pa tjetër. Nuk kam zgjidhje tjetër. Do arri që ta kap. Do ta ndaloj me dorën e djathtë. Dhe është një tjetër gol nga New Teami. Oli Harton shënoi edhe një herë. Pikërisht kur koha ishte duke mbaruar, kapiteni i skuadrës New Team ka gjuajtur në rjetë dhe ka barazuar rezultatin. Ja dojë mba. Barazuam. Tashmë ka mbetur edhe pak nga realizimi i ëndrrës tonë. Të arrijmë të fitojmë kampionatin tonë të tretë. Oli, çfarë ke? Oli, çfarë ke? Finali e kampionatit kombëtar për të rinjtë e shkollave të mesme ndërmjet New Teamit dhe Atos mbaroi me barazim dhe vazhdon me kohën shtesë. Të lumt, Oli. Pavarësisht dëmtimit të rënd që pësove, arritë të shënoje golin e barazimit. Vetëm një kampion si ty mund të arrinte të gjuante atë top fluturimthi. Por kam frikë se sforcimi që ti bëre për të gjuajtur do të kushtoj shtrenjtë, shumë shtrenjtë. Nuk besoj se skuadra pa kapitenin e vetë ka shumë mundësi për të fituar. New Teami humbi për një dëmtim kapitenin e vetë dhe tani është e detyruar të luajë kohën shtesë pa të. Kjo përbën me siguri një avantazh të madh për ato. Trajner, çfarë do të bëjmë? Skuadra e Njupit pa Oliver Hartoni nuk ka asnjë shpresë për fitore. Pse Mark nuk aktivizohet, por rri në mes të fushës kot? Mark Lenders po humbet kohë, ndoshta sepse është i sigurt për fitoren e skuadrës së tij. Ktheu në fushë, Oli. Nuk kam as pak dëshirë ta fitoj këtë ndeshje nëse ti nuk je. Kujdes, Alan! Kujdes, një pritje mrekullueshme e Krokerit. Hey, Mark! A mund ta marrë vesh çfarë ke? Shokët kanë nevojë për ty! Forca, Oli. Nuk mund ta praktikësh skuadrën tënde pikërisht tani. Jepi, përballu me mua nëse ke guxim. Unë do të të mund, Oliver Harton! Ku ndodhem? Në infermieri. Po ndeshja, si po shkon? Nuk duhet të pësh shforcime, Oli. Mbaroj, apo jo? Jo, ka filluar koha shtesë. Si? Koha shtesë? Atëherë kemi ende shpresa.
Oli, çfarë bën? Prit, ku po shkon ashtu, Oli? Do të kthehem në fush. Skuadra ka nevojë për mua. E vlerësoj shumë guximin tënd, djalosh, por një goditje tjetër mund të shkatërroj karrierën tënde. Prit! Të lutem, mos u largoti, e dëgjove mirë çfarë të tha doktori. Pati mos u shqetëso, e di mirë se çfarë bëj. Por është e rrezikshme. Po, e di këtë, por nuk mund t'i braktis shokët e mi, përpiqu të më kuptosh. Kemi mundësinë të fitojmë një kampionat tjetër dhe nuk do të heq dorë nga kjo. Prandaj do të luftoj deri në fund. Dakor, Oli. Fundja e di që nuk do të arri kur të bind. Mere, shirit yt. Je një mike e vërtet, Pati. Kjo do të ndihmoj të fitosh. Faleminderit. Do ta fitojmë titullin edhe për ty. Sa po ka filluar koha e parë shtesë dhe atoja duket e bindur për të mbyllur me njëherë ndeshjen. Kam frikë se pa kapitenin e tyre Oliver Harton, një timi është shpartalluar. Shikoni trajner. Oli, shije, andi e gati për të futur në lojë. Sigurisht. Kjo është ndeshja ime. Nuk më besohet. Po luajnë me 10 lojtarë. Kjo do të thotë që miqtë e mi prisnin që unë të kthesha në fushë. Djema! Jam këtu, Djema! Hey, shikoni, po ai është Oli. Më në fund erdhe. Arbitër, jam gati të hynë fushë. Faleminderit, Djema, që më pritët. Nuk do t'ju shgënjej. Në mos gaboj, Oliver Harton po futet tani në fushë. Mirë se u ktheve, kapiten. Mirë se erdhe, Oli, ka bëjë çfarë? Tani përballu me mua, Oliver Harton. Lenders gjuan tani topin drejt kapitenit të një timit dhe duket në fakt si një shenjë sfide kundër kundërshtarit të tij të fortë. New team! New team! New team! Aton! 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 Tifozët bro rasin, duke thëritur emrat e të preferuarve. Oliver Harton, duke pranuar sfidën e Lendersit, hyn me ngadalë në fushë me topin poshtë krahut. Dhe tani, finalja e madhe. Me kthimi në fushë të Harton, dy skuadrat janë përsëri në barazim numerik. E dija që do të kthesh e Harton. Më në fund do ta marrim vesh kush është më i miri. Ndeshja rifillon, pasi rikthen topin Lendersit, Harton rifutet mes lojtarëve. Bëj kujdes, mos haroj që je i dëmtuar, Oli. Ta mare mira Djema, kjo po që ishte një përplasje. Oja, Oli! Më vjen keq për ty, por këtë vit kampionatin do ta fitojmë ne. Rikthimi në fushë i Olit, rindezi lojën. Forca Djema, ti tregojmë kundërshtarëve tanë se çfarë dim të bëjmë. Të gjithë në sulm tani! Në sulm, Djema! Lojtarët e të dyja skuadrave duket sikur e kanë haruar fare lodhjen. Forca, Oli. Nuk duhet ta shgënjesh besimin e miqve të tu. Atoja përpiqet të sulmojë në kërkim të topit, por Bob Denveri me një goditje të mirë me kokë e shtyn topin. Po vim me njerë, Oli! Ej, ku mendon se shkon ti? Carteri me një rëshkitje rëmben topin për një timin. Të bëjmë me njëherë presion, Djema, sulmojeni! Harton që duket qartë në vështirësi pëson një tjetër rëzim. O, nëna ime! Topi përfundon te Paul Diamond që riniset në sulm, pasimi shkëlqyer për numri 7. Forca Djema në sulm tani! Dhe mbrojtësit e skuadrës New Team vendosen më përpara. Bllokojeni! Koha është duke mbaruar. New Team përpiqet të përshpejtoj kohën. Danny Melo arrin që ta bllokoj momentanisht sulmin e kundërshtarëve. Këtë e kapun!
Kujdes, Bruce! E ke pas krahve! Kujdes nga Lenders! Kapiteni Atoas përpiqet në çdo lloj mënyre të ndaloj sulmin. Nisu Pol! Tani topi i kalon Diamond. Në rregull, Dima. Tani mendoj unë. Ha! Nuk do të shënoni kur. E pa besueshme, këtë herë Warneri ka të kaluar veten e vet. Çfarë pritje Djema? Portieri Atoas ka mundur të bllokojë një goditje të rrezikshme të Diamond dhe e mbërthen vetëm me një dorë. Koha e parë shtesë mbaroi dhe të dyja skuadrat janë ende barazim. Këtë vit, fati dy skuadrave të rinjve do të vendoset në minutat e ardhshme. Jemi duke ardhur, kapiten! Si, Oli, a ke dhimbi akoma në shpatull? Ja del dot. Mos u shqetësoni. Unë jam i sigurt që mund të duroj edhe për pak. A je i sigurt, Oli? O si e rin ta durosh dhimbjen, Oli? Nuk e di, por nëse ju mendoni se unë jam një peshë e rëndë për skuadrën, jam gati të largohem nga fusha dhe të zëvendësohem. Ej, po si të shkon ndërmend, Oli? Çfarë thua, ti e kapiteni ynë? Pa ty në lojën nuk kemi asnjë lloj mundësie që të mundim ato. Faleminderit, Bruce. Ne presim ende disa minuta futbollit të mrekullueshëm, ato që do të përcaktojnë fatin e kësaj ndeshje. Nuk është era e parë që fitoria e një kampionati vendoset në kohën shtesë, por një finale kaq e pasur me gola dhe emocione nuk ishte parë prej vitesh. Tifozët e të dyja skuadrave në shkallët e stadiumit duket sikur janë qetësuar, por do ta shikoni se sapo të filloj loja do të bërtasin me zë të lartë për të mbështetur skuadrat. Mos harroni ndërkohë që në ditët në vijim do të thërriten emrat e lojtarëve që do të jenë pjesë e skuadrës kombëtare që do të luajë në kampionatin botëror që zhvillohet në Francë. E po, të them të vërtetën, unë mendova që thjesht duhet të shfaqesha mirë në këtë kampionat për të bërë lojtar i kombëtarës. Ndoshta nuk u shpjeguam mirë. Shiko, ne të duam si zëvend stranjer dhe jo si lojtar, Julian. Çfarë? Zëvend stranjer i kombëtarës? Ja pra miq, ndeshja është gati të fillojë. Skuadrat janë pozicionuar tashmë në fushë dhe gjithçka është gati për finalen marramendse. Pas 10 minutash do të marrin vesh nëse do të jetë një tim ajo që do të fitojë titullin e tretë radhasi apo atoja që do të triumfojë për herë të parë. Por sido që të shkojë, nuk mundemi veç se të prorasim për të gjithë lojtarët që kanë luajtur këtë ndeshje të mrekullueshme. Po çfarë po presin? Duket sikur Oli do të luajë në mbrojtje. Ndoshta nuk do të rrezikojë të marrë një goditje tjetër në shpatull. Më mirë kështu. Do të jetë më e lehtë të fitojmë. Jepi tet, më ndihmo pak. Duhet të përpiqemi të ndalojmë Lenders. Në rregull, përpara. Ku përfundoi? Atje lart. Lenders përgatitet për të gjuajtur në port. Kjo është për ty, Oli. Ta marrë mira, duhet të bëj diçka. Goditja e tigrit. Forca, Oli. Harton mundi ta shuaj gjuajtjen. Të lumt, Oli. Por Lenders nuk të riqet në përpjekjet e tij. Këtë herë nuk do të arrish të më ndalosh dot, Oli. Shpejt, Djema, vendosuni të gjithë përpara vijës së portës, po ju them. Edhe goditja e dytë bllokohet. Ta marrë mira. Përpara, të gjithë Tani është një tim në përparësi. Me sa duket mbrojtësit e Atoas nuk mundet të ndërhyjnë. Kjo mund të jetë zgjidhja e ndeshjes. Mos u shqetësoni, Djema, jam unë këtu për t'i ndaluar. Pasoje jam këtu, Ed. Me një ndërhyrje të shpejtë Ed Warner pason topin te Lenders. Çfarë ndeshje Djema? Ja dhe gjuajtja e fitores. Prite pak që ta thuash. Tani është Brajtja i gjuan në port, por Krokeri arrin të bllokoj. Nelon rrëmben topin dhe ja kalon kapitenit të tij. Djema, po tani. Një tjetër gjuajtje. Topi gjuan në mes të fytyrës të Jorin Harton. Ha, mos përsëri. Çfarë prethe? E gjuajti fort. Tashmë ndeshja ka marrë zjarr. Janë përdorur të gjitha skemat, koha po mbaron. Por i ngrihet.
Nuk ka mundësi. Si mund e doli të qëndroj ende në këmbë? Goditja ime e tigrit është shumë e fuqishme. E po në rregull, por mos mendoj që mbaron këtu. Mungojnë dhe vetëm 2 minuta nga fundi dhe skuadrat janë ende barazim 4-4, e pabesueshme. Në kaq vite nuk kisha parë kur një spektakël të tillë. Pavarësisht lodhjes, lojtarët vazhdojnë të ndeshen si luan. Nuk do të çuditesha sikur lojtarët tanë t'i zinte ngërçi. Do të mund, Oli. Jam stërvitur shumë për të fituar kampionatin. Përpiqu ta kapësh këtë! Askush në botë nuk do mund të më ndaloj të arrij qëllimin tim. Duhet ta rifitojmë përsëri topin, me një herë! Një tim përpiqet të ndërtojë një lojë sulmi, por atoja nuk dorëzohet. Majku rrëmben topin dhe ja pason Lendersit. Po! Lenders e çon topin përpara drejt zonës kundërshtar dhe këtë herë duket vërtet i vendosur për ta mbyllur ndeshjen. Duhet të shënoj. Forca, Mark. Tregoj se kush është kampioni i vërtet. Një gol. Mjafton një gol për të fituar kampionatin. Mbrojtësit e një timit bëhen gati për të përballur me Lendersin. E ketë kot, Mark. Nuk do t'ja dalësh mban. Duhet të qelloj sa më shumë të jetë e mundur. Ta ndalojmë! Hiq muni sysh. Këtë vit kampionët jemi ne. Jo, prit Mark, nuk do shënosh, nuk do të dalësh mban nga kaq larg. Deni! Kujdes! Topi ngrihet në lartësi. Deni ngrihet këmbë lart, më duhet një mbështetje. Çfarë? Nuk mund ta besoj, Lenders po përdor këmbët e Melos si të ishte një trampolin. Dhe lëshon një goditje me rafishat. Ja dola mban. Dhe tani topi është gati për të hyrë. Një rast i humbur, topi goditi në shtyll dhe po kthehet në fush. Ndoshta ka qenë një devijim i lehtë i Harton që ka ndikuar dhe ka shpëtuar portën e tij. Arbitri në këtë çast po kontrollon kronometrin dhe koha është duke mbaruar. Oli, të lutem, loja tani është thuajse duke mbaruar. Të përgjërohem, Oli, dil nga fusha. Nuk mundem të shoh. Në ndajnë edhe pak sekonda. Por Oliver Harton nuk është dorëzuar ende, sa kampion i madh. Çdo lloj tjetër lojtari në kushtet e tij do të ishte dorëzuar dhe nuk do ta vazhdonte lojën. Por ky djalë është një mrekulli e vërtetë e natyrës. Askush nuk mund ta ndalojë që të bëhet një futbollist profesionist. A do të arrijë të godas në port? Oh, ja doli mban! Por në një ndërhyrje të dëshpëruar, Lenders arrin të bllokoj goditjen. Goditja e dy kampionëve hedh topin në lartësi. E pabesueshme, topi duket se nuk do të zbres më. Por ndeshja mbaroi. Atoja dhe një timi kanë barazuar. Pavarësisht dy kohëve shtesë, asnjë nga të dyja skuadrat nuk mundi të shënojë. Mbaroj! O, zoti madh sa u tromba. Si ndihesh, Oli? Ishe i mrekullueshëm, Mark. Je një lojtar jashtëzakonshëm. Pavarësisht dëmtimit ti mund të qëndrosh në fushë deri në fund, duke ju treguar të gjithëve që je një kampion i madh. Kurse ti ke qenë një kundërshtar i madh. U përpoqe me të gjithë forcat për ta kaluar skuadrën tënde drejt fitores së kampionatit, dhe kjo të nderon. Ura! Po, ja dolëm mban. Jemi të mëdhenj! Ura!
Mos, Oli! Oli, si je? Shumë I lodhur. Jam I lodhur. Tani duhet vetëm të kujdesesh për të shëruar nga dëmtimi që ke në shpatur. Ishte një finale e bukur, apo jo? Po, sigurisht. Dhe është e drejtë që të mbaronte me barazim. Askush nga ne nuk e meriton të humbjen. Po, ke të drejtë, Mark. Po, të lutë, Oli! Po, të lutë! New team! New team! New team! Aton! 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 Drejtuesit më të lartë të këtij kampionati për të rinj, duke parë rezultatin përfundimtar, I japin çmimin e fitores së turneut të dyja skuadrave me përfundim të barabartë. Dy kampionët, Oliver Harton dhe Mark Lenders, pasi shkëmbyen bluzat, valvitën flamurin I cili simbolizon fitimin e titullit kampion. Ja dhe emrat e 24 lojtarëve të zgjedhur për kombëtaren e të rinjve të Japonisë që do të mbrojnë ngjyrat tona në kampionatin botëror që do të zhvillohet në Francë. Portier, Ed Warner I Atoas, Alan Kroger I New Teamit, Tony Brunner I Flighteri, mbrojtësit, Bruce Harper dhe Bob Denver nga New Team, Clifford Yuma dhe Richard Flanagan nga Airado, mesfushor Oliver Harton dhe Paul Diamond nga New Team, Philip Callaghan nga Flighters, Danny Nero dhe Lucas Milton I Atoas, Michael Milton nga Majestic dhe Oscar Ritz Muppet nga Airado. Tani jam me të vërtet I sigurt. Kjo skuadër mund të konkurrojë në skuadrat më të forta të botës. Do luaj me fuqi të barabarta me të gjithë.
E kupton do të Bruce jemi në kombëtare. Po, megjithatë ende nuk arrit ta besoj. Unë jam në ekipin përfaqësues të Japonisë. Edhe ndoshta do të më marrin edhe në Francë për të luajtur në botror. Jam kaq i emocionuar sa që më duket sikur do më shpërthej zemra. Oli, Bruce, jemi këtu, na prisni. Përshëndetje djema, si jeni? Mirë. Ç'kemi Oli? Pa më thuaj, si e ke shpatullën? Shumë më mirë, faleminderit. Por doktori më ka thënë që nuk mund ta rifilloj ende stërvitjen. Kujt i bëhet vonë për atë që ka thënë doktori. Natyrisht që po bëj shaka. Nuk duhet kur të nxitohesh pas një dëmtimi të rëndë. Mirëdita djema. Në emër të stafit teknik, ju uroj mirëseardhjen e parë zyrtare të kombëtares së të rinjve të futbollit të Japonisë. Që nga edhe Julian. Por çfarë bën ai me stranjerve? Atëherë djema, si që dini shumë mirë, muajin që vjen Franca do të mirëpres kampionatin botror të futbollit për moshat nën 15 vjeç. Lojtarët më të mirë nën 15 vjeç që vinë nga 12 vende të ndryshme, do të përballen në një turne që parashikohet me një nivel tepër të lartë. Dhe me shumë mundësi, i pasur me të reja teknike. Ju jeni përzgjedhur për të përfaqësuar Japoninë, që do të jetë vendi i vetëm aziatik i pranishëm në këtë turne. Në të djathtë të presidentit të lojës së futbollit ndodhet Zoti Marshall. Zoti Marshall, që do të jetë trajneri juaj, ka qenë një portier i kombëtares për shumë vjet. Dhe pasi hoqi dorë nga të luajturit futboll, ka stërvitur skuadrat e të rinjve më të mira në vend. Përfshirë edhe atë në të cilën ka luajtur Benji Price, që tani luan jashtë vendit. Pranë tij ndodhet Kurt Dolby. Dhe Zoti Dolby ka qenë pjesëtar i kombëtares dhe mban edhe sot vendin e parë për golat e shënuar nga të rinjt. Në stafin teknik bën pjesë edhe Julian Rossi, kapiteni dhe lojtari më i mirë i Mambos. Juliani nuk bashkohet me ne si lojtar, por si zëvendës trajneri i Zotit Marshall. Tonim që të merrte edhe ai pjesë në këtë aventurë, sepse mendojmë se duke pasur një djalë të moshës tuaj në stafin teknik, mund të jetë një ndihmë e madhe. Më dëgjoni djema, takimi për fillimin e përgatitjes është përcaktuar pas 2 ditësh në qendrën sportive. Pas mbarimit përgatitjes do të vlerësojmë me kujdes gjendjen e secilit prej jush dhe më pas do të shpallim listën përfundimtare me emrat e atyre që janë përzgjedhur. Dhe pasi të stërviten në Gjermani, do të marrim pjesë në kampionatin botror në Francë. Më vjen keq, Bruce, por më duket se kampionatin do ta shohësh nga stoli. Ti mendo për veten tënde dhe kujdes mos ha shumë. Do të shihemi shumë shpejt, djema. Dakor, do të shihemi djema. Hey, shikoni kush është. Julian, çfarë është kjo histori e zvendëstrajnerit? Fatkesisht nuk mundën të më thrisnin si lojtar dhe kështu Zoti Parson më propozoi të bëhesha zëvendës trajner. Dhe unë pranova. Jam i sigurt që do t'ja dalësh shumë mirë edhe duke qëndruar i ulur në një stol. Natyrisht më vjen shumë keq që s'mund të zbres dot në fushë. Por të paktën në këtë mënyrë gjithsesi kam mundësinë të marr pjesë në kampionatin botror në Francë. Megjithatë, të them të drejtën, unë nuk kam hequr dorë përfundimisht nga të luajturit futboll në kombëtar. Çfarë? Është një ëndër që e shoh edhe me sy hapur. Një ëndër? Po, që të luaj për krajush, të paktën disa prej miqësorëve që federata jon ka organizuar në Europë për kampionatin botror të rinjve. Ky po që është një lajm i shkëlqyer. Julian Ross që kthehet në fushë. Ej, por nuk e frikë se mos zemra jote fillon të ketë përsëri probleme? Jo. Ti po që ke guxim, unë në vendin tënd do të kisha shumë frikë. Jo, Bruce, nuk është çështje të qenit i guximshëm apo jo. Është dashuria për këtë sport që më jep forcën për të vazhduar. Është kjo që jep gjallëri zemrës time prej kristali. E drejtë. Julian ka të drejtë. Futbolli është një sport i mrekullueshëm. Edhe nëse ëndra e tij është që të kthehet të luaj, duhet të bëjmë gjithçka që të plotësohet. Do të bisedojmë ne me trajnerin. Po, dhe ke për të parë që do të lejoj të luaj në miqësore. Dhe ndoshta edhe ndonjë ndeshje zyrtare. Ëndra jote do të plotësohet. E dija që mund të mbështetesh atë kjo. Një për të gjithë. Të gjithë për një. Harton, mund të ngjitesh një minutë, dua të bisedoj me ty. Erdha. Takohemi te parku pasi të kesh mbaruar me trajnerin. Në rregull? Më vjen keq, Harton, duhet të jap një lajm shumë të keq. Çfarë? Kemi vendosur që të mos marrësh pjesë në stërvitje. E di që e doje më shumë se çdo gjë tjetër në botë. Por në këto çaste ke një përparësi tjetër, të shërohesh nga dëmtimi yt në shpatull. Në rregull. Do të bëj si thoni ju.
jam shumë kurioz të marrë vesh nëse djemë tanë do të mund të përballen me një nga skuadrat më të mira të kampionatit të moshave 9-18. Ja pra erdhën më në fund. Nga ana fizike nuk ke që të thuash. Do t'jetë vërtet e vështirë për shokët e mi. Këtu të dhëm? Po, pak. Në fakt, me shfaqoa e të rapaullet, do t'ishë më mirë që të mos nxitoshim. Doktor, kur do të mund të luaj? Nuk e di, ndoshta pas disa javësh. Fitoria 2-1 kundër moshave 9-18 vjeç nuk është as pak keq. Julian, ti mendon se formacioni që zbriti në fushë në pjesën e parë ishte më i mirë në kuptimin absolut? Sigurisht, por mendoj se nëse Oli Harton do ishte i pranishëm, linja vertikale e skuadrës do t'ishte kjo. Eddie Warneri në port, Philip Callaghan qendër mbrojtës, Oli Harton qendër mesfushor dhe Mark Lendersi qendër sulmues. Pastaj në mbrojtje shoh Bob Denvery, Clifford Yumi dhe Richard Flanagan. Në mesfush Sandy Winter dhe njëri prej binjakëve Derrick, më mirë Jasoni, dhe në sulm Johnny Mason dhe Teddy Carter. Si mendon trajner? Skema 1-4-3-3 është skeme ngjashme me atë që më pëlqen të luajnë skuadrat e mia. Je i sigurt që Callaghan mund të luajë edhe si mbrojtës i qendrës? Po, sigurisht. Shënjestron mirë dhe është mjaft larg pamës në lojë. Në mbrojtje është i nevojshëm një lojtar që të jetë në gjendje të pozicionojë lojën mirë. Megjithatë, gjithçka do të varet nga mundësia për të përdorur në lojë Oliver Hartonin. Ke të drejtë. Zotri, me qëra fjala, ka të reja për gjendjen e Olit? Sot keni biseduar gjë me doktorin se si është? Shpatulla e tij nuk është shëruar ende. Kam frikë se na duhet të luajmë edhe pak kohë pa të. Nuk duroj dot më. Miqtë e mi po stërviten për kampionatin dhe unë jam këtu në shtëpi, këtu vetëm fare. Kam marrë vesh që në program është edhe një ndeshje miqësore me Grunwaldin. Për një futbollist të ri që do të bëjë emër, e rëndësishme është të jetë shumë mirë fizikisht. Kur je i dëmtuar, mezi pret që të luash. Por në këtë çast e rëndësishme është që të përqendrohem tek shërimi dhe të ndjek këshillat e mjekëve. Roberto. Jam me të vërtet i marr. Nuk ka pikë kuptimi që të nxitoj kaq shumë. Në këtë çaste duhet të mendoj vetëm të shërohem. Pastaj do të sfidoj botën. Si po ja kalon, Benji? E ke marrë vesh për transferimin tim? Do shkoj të luaj tek Rotbergu. Po, kjo është fantastike. Jam shumë i lumtur për ty. Kam ardhur të të propozoj një sfidë të re. Si thua, Benji? Sigurisht që po, Schneider. Shkojmë. Një goditje vetme nga kufiri i zonës. Më vjen shumë keq, Benji, por ti nuk e nga e Jepi! Askush nuk mund të ndaloj gjuajtjen time si vetë tim! Hey, a e pa çfarë gjuajtje? Arriti ta fus në rrjet e pabesueshme. Dhe me këtë gjuajtje kam përshtypjen se jemi baraz apo jo, kampion? Duhet ta pranoj se gjuajtja jote si vetë tim po bëhet gjithnjë më e fortë. Unë jam shumë i sigurt që edhe ti një ditë ke për të pasur mundësinë për të luajtur në Bundesliga. Dhe vetëm atëherë do të jemi në gjendje të përcaktojmë se kush është më i miri nga ne të dy. Po, do të bëj të pamundurën për të bërë një lojtar profesionist. Shpresoj shumë që të qëndroj në Grünwald, po ashtu si ty, jam gati të transferohem në çfarëdo lloj skuadre tjetër, nëse do të jetë e nevojshme. A e ke marrë vesh se kur do transferohesh? Ende jo, por e di që përpara se të transferohem jam i sigurt që do të luaj edhe një ndeshje me këtë skuadër.
E po, besoj se po flet për atë ndeshjen e parë miqësore. Atë që do të luhet kundër kombëtarës së Japonisë. Po, dhe mezi pres të përballë me Oliver Hartonin për të cilin më ke folur shumë. Kush e di nëse vërtet është i jashtëzakonshëm. Do ta kuptosh shumë mirë kur të luash kundra tij. Oli, eja, dreka është gati. Po vi! Lexoje, ka një artikull që flet për kombëtarin në gazetën e mëngjesit të sotëm. Po, pas ka dhe një fotografi. Pasi mundi kampionët e liceut master nën moshën 18 vjeç 2-1, mundën edhe një skuadër të shkollës standard 2-0 me një dopjet të Mark Lenders. Ndeshja e ardhshme e programuar do të jetë kundër Hatos, skuadra më e mirë nën moshën 18 vjeç e të gjithë vendit. Do të jetë një sfidë emocionuese. Me sa duket po ecin mirë, apo jo, mami? E po, tani le të ham. Më lindi një ide. Përse nuk shkon të bësh tifo për miqtë e tu të skuadrës? Nuk të lejohet që të marrësh pjesë në përndeshje? Jo, nuk besoj. Nuk më kanë thënë gjë për këtë. Atëherë çfarë po pret akoma? Sepse mendoj duhet të jetë shumë e mërzitshme për ty të stërvitesh çdo ditë i vetëm. Shko në ndeshje më mirë. Atëherë, zotrina thuaj, jeni i kënaqur me përgatitjet që po zhvilloni këtu? I keni përcaktuar tashmë emrat e skuadrës titullare që do të zbres në fushë? Zotëri, ju mendoni se futbolli japonez është gati të përballet me atë europian? Patjetër që po, sidomos në nivelin e trive, kjo skuadër është shumë konkurruese. Është e vërtetë që pas botrorit do të luani miqësor me skuadrat europiane? Po, do t'ju shërbej si eksperiencë. Ej, shikoni kush është. Përshëndetje, Diema. Si e ke shpatullën, Oli? Kam filluar të bëj tërheqje edhe pak gira. Mirë. Përpiqu të shërohesh sa më shpejt. Kombëtares nuk mund t'i mungoj një kampion si puna jote. Besoj se do t'ja dalësh ta marrësh veten deri në kampionatin botror. Oli duhet t'ja dal patjetër. Ne kemi nevojë për një skuadër të fuqishme për në Francë. Shikoni, trajner, erdhën lojtarët e Atos. Nëse dëshironi mund të fillojmë ndeshjen menjëherë. Nuk e di pse, por kam përshtypjen se kjo nuk do të jetë me të vërtetë një miqësore. Miqësore ose jo, jam i sigurt që do të jetë një ndeshje shumë e bukur. Fatkeqësisht është ashtu siç mendoja. Në mes fush janë shumë më të fortë se ne. Me ty në fush, Oli, jam i sigurt që do të ishte një ndeshje komplet tjetër. Është e kotë ta mohosh. Je shumë i rëndësishëm për këtë skuadër. E po unë mendoj se do të mjaftoj e ti, ha? Nuk duhet ta nënvleftësosh veten. Edhe ti je një lojtar shumë i mirë. Jo skuadër ka nevojë për ne. Ndoshta. Oh jo! E di çfarë, Julian? Ndoshta e tepruan pak. Forca, Diema! Keni akoma edhe 1 minutë! Mos u kënaqni me barazimin! Ke të drejtë, Oli! Ka të drejtë. Do t'ja dalim. Pengoje tani, Pol! Ata po provojnë të fitojnë. Çfarë karakteri? Richard! Ja ku jam! Nuk më intereson nëse jeni më të fortë se ne. Unë jam shënuesi i kombëtares japoneze. Detyra ime është ta çoj skuadrën time drejt fitores. Diema. Humbëm. Fituam! Ju lum, Diema! Pas pak do të shikoni listën përfundimtare të të zgjedhurve për kampionatin e botës që zhvillohet në Francë. Ura!
që në kam shpallur kapiten I kombëtarës? Nuk mund ta besoj, ja do lëmban. Jemi zgjedhur më në fund për në kampionatin botror. Më vjen keq, Bruce, por unë nuk do t'jem. Çfarë? Po përse nuk është edhe emri yt? Kjo është mos e drejtë. Ej, kush e vendos këtë? Mund të më thuash përse nuk je zgjedhur ti? Sepse shpatulla ime nuk është shëruar ende, dhe kështu nuk mund të luaj dot. Si kështu? I shkreti, Oli. E pa djema, sa shumë njerëz janë mbledhur këtu? Hey, po ai nuk është... Përshëndetje, kampion! Përshëndetje! E dje që do të vijet të përshëndetesh me skuadrën. Jepja ti, Mark. Oli, kemi diçka për ty. Skuadra të ka bërë një dhuratë. Dhe shpresojmë që ta veshësh sa më shpejt. Kjo është e jotja. Por kjo është fanella zyrtare e kombëtares tonë. Edhe unë nuk jam përzgjedhur. Dje pas tërvitjes së fundit, trajneri tha lojtarëve të zgjidhnin numrin që donin. Dhe pas shpërndarjes së bluzave, ne vumre që askush nuk kishte zgjedhur numrin 10. Ne shpresojmë që bluza do të sjellë fat dhe që do të ndihmoj të shërohesh sa më shpejt e të mundur. Ti do të shërohesh, Oli. Vetëm I madhi Oliver Harton mund ta vesh bluzën me numrin 10. Kam të drejtë djema. Jam kaq I entuziazmuar. Ej, çfarë ke kështu, Oli? Faleminderit, djema. Kjo është dhurata më e bukur që kam marrë ndonjëherë në jetën time. Faleminderit. Pasagerët e fluturimit 458 drejt Parisit janë të lutur të drejtohen drejt portës me numër 15. Është fluturimi ynë, djema. Erdhi koha të nisemi. Drejt portës me numër 15. Zoti Stevenson pritet në banakun 19. Përshëndetje, Oliver. Mirëdita, zoti marshall. Doktori më tha se ndoshta pas disa javëve unë do të kem mundësi që t'luaj. Kështu doja t'ju pyesja nëse... Çfarë është? Është bileta jote për në Francë. Shokët e tu e lanë bluzën me numër 10, sepse ashtu si unë shpresojnë se ti mund të luash. Faleminderit shumë. Nuk duhet më falenderosh mua, Oli. Detyra e secilit nga ne është që të formojmë skuadrën më të mirë. Dhe për këtë arsye kam vendosur të thras edhe një mikun tënd vjetër. Një mikun tim të vjetër? Kush është zoti marshall? Jam shumë kurioz. Quhet Tom Becker. Tom Becker? Do takohemi në Francë. Ti shëro sa më shpejt. Në rregull. Nuk mund të besoj. Do të luaj përsëri në të njëjtën skuadër me Tomin. Dhe më në fund në Gjermani, do të mund të ritakoj Benji. Mirupafshim Clifford, mirupafshim Mark, mirupafshim Filip, mirupafshim Julian, mirupafshim Bruce. Do t'ju takoj së shpejti. Dhe së bashku do të zbresim në fushë kundër skuadrave më të forta të rinjve të botës. Mezi po pres të shënoj një gol edhe t'ju përqafoj të gjithëve.